Kampionati volejbolit në kategorinë e meshkujve vazhdon sipas orarit të paracaktuar me ndeshjet e Xhiros së 6 të sezonit vjeshtor. Këtë javë, ndeshje më interesante pritet të zhvillohen në Strumicë dhe Tetov. Liria e Zherovjanit në cilësinë e vendasit do të përballet aktualisht me liderin në rënditjen e tabelës dhe pretendentin kryesor për titull kampion UGD Shtipi. Ndeshja Liria UGD Shtipi luhet nesër me fillim në ora 19 në sallën e shkollës fillore Goce Delçev në Tetov. Në Strumicë, skuadra kampione e Maqedonisë do të përballet me ekipin Universiteti i Tetovës, duke pasur parasysh se skuadra vendase këtë kampionat nuk është në formën e duhur, ndaj edhe skuadra tetovare shpreson që ndoshta ta shfrytëzon këtë situatë dhe të kosh sukses. Në ndeshje tjera të Xhiros së 6 takohen Janda Volej, Makedonia Gjio, Rabotnički Susheva, Boreci, Vesna Probishtip, ndërsa ndeshja Shkëndija Skopje është zhvilluar të mërkurën dhe ka përfunduar 3-0 me ekipin tetovar në sete 25-19, 25-19 dhe 25-10.